Mbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi sot përsëri në podcastin Okult në rubrikën Konspiracion. Ju e dini që shtëpia botuese Elga Sikric është pararendësja e botimit të këtyre temave, të cilat tregojnë që historia nuk është iracionale, siç e dim ne për njerëzit, e vendosur dhe e krijuar sipas një matriksi nga Zoti, por njerëzimi ka futur dorën duke e krijuar ai këtë matriks sipas asaj formulës problem, reagim, zgjidhje, ose tezë, antitezë, sintezë. Ç'do të thotë kjo? Krijohet një problem, ose mund të jetë dhe objektiv problemi, krijohet një palë kundërshtare dhe atyre që duan të zgjidhin problemin, e nxejnë situatën e bën inkadeshente dhe pasaj kërkohet kur të dyja palët të jenë të lodhura, të raskapitura, kërkohet një ndërhyrje e Big Brotherit, e atij që e ka inskenuar këtë teatër, dhe zgjidhja i jepet ashtu siç e dëshiron pakica, pra Big Brotheri. Në qoftë se ata kanë objektiva fundor, sigurisht që këto objektiva fundor nuk i realizojnë me njerë tek sinteza, por dal nga dal me etapa, duke u përkujdesur gjithnjë më shumë për dy çështje: depopullim dhe kontroll. Këta sigurisht janë përpjekur ta realizojnë nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë, të cilin e japin me hope, megjithëse sot ka shpikje teknologjike të cilat ne mund t'i mësojmë pas 70 apo 80 vjetësh, prandaj është vende ky ligj i patentave për 70 vjet. Mirë, para se të filloj emisionin, dëshiroj t'i rikujtoj të gjithë miqtë që vibrojnë në këto frekuenca, ata që janë me trurin hapur dhe duan të mësojnë në përtej botës së vogël materiale, shqetësimeve të botës materiale, të cilat dhe ato janë të nevojshme, sepse sipas mendimit tim ne jemi si një shqiponjë me dy koka. Njëra kokë është koka materiale dhe koka tjetër është koka shpirtërore. Por arsyeja kryesore pse ne krijojmë eksperienca në jetë të ndryshme është evoluimi dhe ngritja shpirtërore, duke përmirësuar në matricën e të gjithë jetës të jetëve tona të mëparshme, karmën tonë e cila duhet të jetë nga jeta në jetë gjithnjë më mirë. Pra, dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ndjekësit tanë, ata që unë i quaj që duan të anë mish, dhe jo ata që duan bibiron me qumë, që kanë një rastësisht të cilët ju të them të largohen ose të qëndrojnë dhe të forcojnë dhembët që dhe ata të fillojnë të anë mish. Ju kujtoj që duhet t'i bëni një subscribe kanalit ton të YouTube-it, pra kanalit Okult, të cilin mund të hapni nga vendet të ndryshme ku ne edhim këto linqet tona në rrjetet sociale apo direkt nga YouTube-i. Gjithashtu falenderojmë sponsorët tanë, të cilët vazhdimisht do të dalin në krahun ton si logo, dhe ju të të shikoni aty se cila është oferta e shërbimit apo e mallrave të tyre që ata ofrojnë, dhe duhet dini që janë përzgjedhur me kujdes nga stafi ynë për të sjellë më të mirët në treg në ato fusha, dhe mjafton të googloni emrin dhe ju menjëherë kontaktoni me ta për të marrë informacion më të gjerë. I kujtojmë gjithashtu të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona me titra në çfarëdo lloj gjuhë, tashmë YouTube-i ofron këtë mundësi për gjuhën shqipe. Mirë, fillojmë. Ky është vazhdimi i emisionit të mëparshëm, ku ne folëm për Deep State-in si një organizim perfid i City of London ose i perandorisë britanike, për të rishten në dorë në fillim gjithë botën anglosaksone dhe ato që i kishin dalë nga duart, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj gjithë pjesën tjetër të botës. Dhe u shpjeguam me hollësi se si filloi
të bëheshe një organizim perfid në drejtimin asaj që quheshe tryeza e rumbullakët ose round table, e organizuar nga një njeri i botës perfide, që ishte Cecil Rhodes dhe me miqtë e vetë, sidomos me Lordin Alfred Milner dhe me njerëzit e tjerë shpurën tjetër të cilën ne i treguam në emisionin e parë, ata kryuan organizata të ndryshme me qëllim që Anglia të bëheshe përsëri një perandori ku s'perëndonte dielli kurrë dhe të shtinte në dorë përveç Amerikës së Veriut, që kryesisht është anglisht folse në vendet e USA-s, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadas, por dhe Meksikën dhe vendet e tjera me gjuhë latine, që fliten në Amerikën e Jugut, por dhe në Azi dhe në vendet e tjera të botës. Një nga mjetet që këta përdornin ishte që bota të mbaheshe e përçarë, të mbaheshin në luftra me njëri tjetrin për të kontrolluar më mirë, për të mos lejuar zhvillim toksor, që transporti i mallrave të bëheshe nëpërmjet anijeve dhe të kishte transport detar dhe jo transport toksor nëpërmjet rrugëve dhe arterjeve të ndryshme kontinentale, dhe që Anglia të ishte sjellësja dhe ofertuesja më e madhe e mallrave në botë për të gjithë popujt e tjerë, duke synuar drejt një tregtie të lirë. Pasi folëm për Chatham House-in, çfarë është Chatham House, i krijuar në Francë, dhe që e keni në emisionin e mëparshëm, ata që duan ta rishikojnë, do t'i rikthehemi synimit për një qeveri botërore të Britanisë nëpërmjet realizimit të një lufte dhe të një paqe që do të organizohej dhe drejtohej nga kjo qeveri botërore që pas luftës së parë botërore, në takimet e Parisit dhe të Londrës, u quajt lidhja e kombeve. Lidhja e kombeve nuk ishte gjë tjetër veç se një kërkesë për shtetet e ndryshme që të ishnin dorë nga politikat e tyre nacionaliste dhe të bazoheshin ke trajtimi shtetit të tyre nga politikat mbikombëtare globaliste, siç quhet sot, dhe është pak a shumë ajo luftë e cila u rjap nga Trumpi në vitin 1917 ose 18, nuk më kujtohet, kur ka mbajtur fjalimin në lidhjen e kombeve dhe ka thënë që bota do t'ju takojë nacionalistëve dhe jo globalistëve. Globalistët janë një grup i vogël sociopatësh të cilët vazhdimisht mendojnë se si të nënshtrojnë gjithë botën, por më përpara ata duan ta depopullojnë dhe kjo është një nga politikat kryesore të tyre, e cila quhet politika maltusiane, idet e të cilit të autorit Malthusit, Robert Malthus, janë hedhur në librin e tij Ese mbi parimin e popullsisë. Është një libër modest të cilin e kam përkthyer unë, e u rikujtoj edhe një herë, dhe shtëpia ime botuese Helga Secrets, tek e cila mund të gjeni limane shpëtimi të shumta për të kuptuar shpjegimin e ngjarjeve dhe të shumë sekreteve të Zotit këtu në tokë, por dhe të këtyre shoqërive sekrete të cilat, siç u thash, e kanë bërë historinë racionale. Pra, ata shkaktojnë një shkak për të prodhuar një pasojë dhe dinë se ku duan të shkojnë. Pra, historia që është bërë për të qenë iracionale, pa dëshifrueshme nga njerëzit prej Zotit, pëlura e matricës të historisë njerëzore, këta e kanë prishur dhe kanë ndërtuar një pëlur tjetër të tyre, por e kombinuar dhe me plurën e Zotit, sepse sigurisht ata nuk mund ta kontrollojnë dot historinë 100% përkundrazi. Lidhja e kombeve, siç u thash, ishte një përpjekje për të kontrolluar të gjitha qeveritë e vendeve të ndryshme dhe në këtë proces nuk ra në Shtetet e Bashkuara. Lidhja e kombeve ose pakti lidhjes së kombeve kishte
nenin 10 dhe 16 që siguronin një pakt të sigurisë kolektive ku gjithë grupi kolektiv i kombeve mund të organizoj dhe të ndërmerte masa represive ndaj ndonjë vendi i cili nuk i bindeshe politikave të globalistëve që drejtonin lidhjen e kombeve. Më pas ky nen u transportua si neni 5 i NATO-s ku çdo vend siguronte çdo vend kishte sigurinë kolektive për shkak se në qoftë se do të sulmoheshe integriteti territorial i atij vendi, atëherë të gjitha vendet e tjera të NATO-s ishin të obliguara të ndrynin sikur ishte goditur secila prej tyre. Kjo agjendë anti-shtet komp dhe për një rend të ri botëror përfshiu gjithë vendet e Evropës dhe vendet e Commonwealthit, por në Shtetet e Bashkuara, siç u thash, në mars të vitit 1920 u refuzua nënshtrimi i Amerikës ndaj globalistëve të Evropës të lidhjes së kombeve dhe në Senat u votua kundër me një vot 49 me 30 kundër futjes së Shtetet e Bashkuara në ombrellën dhe diktatin e lidhjes e globalistëve të lidhjes së kombeve. Që të realizoj kjo, u gjend një i stari fundit i deri asaj kohe Lincolnit, që ishte Warren Harding, presidenti i Shteteve të Bashkuara, i cili denti rreth një vit në detyrën e tij nga viti 21 deri në vitin 1922, mos gaboj, dhe thuhet që ai u elmua fitoi zgjedhjet presidenciale në nëntor të 20-s me një bilet antiglobaliste si ofertë për votuesit amerikan. I lutem regjis të vendos foton që i kam përzgjedhur unë të presidentit Warren Harding, ja ku është ditën e betimit, dhe në ditën e betimit në fjalimin e tij inaugurues, Harding deklaroi se progresi i deri tanishëm i Republikës sonë në pikpamjen materiale dhe shpirtërore dëshmon mençurinë e politikës së trashëguar të mospërfshirjes së SBA-s në punët e botës së vjetër, të bindur në aftësinë tonë për të përcaktuar fatin tonë dhe duke ruajtur me xhelozi të drejtën tonë për ta bërë këtë, ne nuk kërkojmë të marrim pjesë në drejtimin e fateve të botës së vjetër. Ne nuk duam të ngatërohemi me ta dhe me politikat e tyre. Ne nuk do të pranojmë asnjë përgjegjësi përveç se kur e përcakton ndërgjegja dhe gjykimi ynë rast pas rasti. Ne ndjejmë thirrjen e zemrës njerëzore për shoqëri, vllazëri dhe bashkëpunim me të gjithë popujt e tjerë. Ne dëshirojmë miqësi dhe nuk ushqejmë urrejtje për askënd, por Amerika jon, Amerika ndërtuar mbi themelet e hedhura nga etrit tanë të frymëzuar, nuk mund të jetë palë në asnjë aleancë ushtarake të përhershme. Ajo nuk mund të hyjë në asnjë angazhim politik, as të marrë përsipër ndonjë detyrim ekonomik që mund t'i nënshtrojë vendimet tona ndaj ndonjë autoriteti tjetër, përveç se autoritetit të institucioneve të shtetit tonë. Harding siguroi një qëndrim shumë armiqësor ndaj mandatit antikombëtar të lidhjes së kombeve dhe punoi shumë për të filluar marrëveshje dypalshe me shtete të tilla që kishin të njëjtin gjykim për lidhjen e kombeve, të drejtuara nga City of London, siç ishin Austria, Gjermania, Hungaria, Rusia, Kina, të cilat kishin qëndruar jashtë autoritetit të lidhjes së kombes. Mirë, ishte foton dhe ju kam dhënë një foto të dytë ku ka një piktur në një gazetë të kohës ku duken që Shtetet e Bashkuara janë të lidhura nga lidhja e kombeve, nga kombet e huaja dhe sidomos nga kombet europiane. Kjo është një karikaturë tipike anti-lidhjes së kombeve në SBA në kohën që është krijuar lidhja e kombeve në fillim të viteve 20. Pavarësisht faktit se kundërshtarët parimor të lidhjes
tiqëm para kohë ku Warren Harding vdiq nga elmimi me goca deti, me guaska deti, në vitin 22, ndërsa Walter Rathenau i Gjermanisë u vran në vitin 1923, pikërisht për këtë arsye se nuk po pranonin si nacionalist autoritetin e globalistëve të lidhjes së kombeve, ashtu siç po vazhdonte lufta sot e Trumpit kundër tyre. Lidhjes së kombeve nuk ju lejua kur që të merrte në dorë fatin e Shteteve të Bashkuara në atë periudhë. Nga vitin 21 dhe në vitin 32, lidhja e kombeve ra gjithnjë më shumë në një zvetënim dhe në një rëmuj dhe pa betejën e saj të fundit serioze kundër nacionalizmit në qershor të vitit 1933, kur presidenti amerikan Roosevelt e shkatroi atë lidhur me financat dhe tregëtinë. Kjo konferencë pak e njohur mblodhi 64 kombe dhe kontrolloi, pra e lidhjes kombeve, dhe kontrolloi nga Banka e Anglisë dhe banka që në Shqip mund të themi e zgjidhjeve ndërkombëtare dhe ishte regjia foton, banka e zgjidhjeve ndërkombëtare quhet ndryshe BIS, banka e bankave, që në anglisht thuhet Bank of International Settlements, pra banka e zgjidhjeve ndërkombëtare, mund ta themi të shqipëruar. Dhe ideja që qëndronte pas kësaj përpjekje ishte që të krijojë rendi botëror, duke përdorur krizën e depresionit të madh të vitit 1929, të cilën me atë programin New Deal u përpoq ta eliminonte dhe ta shëronte presidenti Franklin Delano Roosevelti, dhe ky proces për të kontrolluar bankierët jetën politike dhe ekonomike të gjitha vendeve të botës nëpërmjet lidhjes së kombeve, është i ngjashëm me atë që kemi trajtuar dhe një herë më përpara kur folëm për Papa Franceskun para disa emisioneve, dhe ku thamë se një nga komplotet e mëdha botërore të globalistëve kundër nacionalistëve dhe shteteve kombe ishte ajo që quhet konferenca COP26, që ishte konferenca e 26 për çështjet e florës dhe të faunës të gjithë botës, e cila krijoi atë agjendën jeshile, dhe ku një punë të madhe për standarde teknike u realizuan nga Organizata e Kombeve të Bashkuara prej Mark Carneyt, që është një nga mostrat që u kam thënë të globalistëve, i cili sot është kryeministër i Kanadas, i sapo zgjedhur, dhe që zbaton pikërisht agjendat e Deep State-it të Britanisë. Do të thoni ju, ku ka Deep State? Deep State ka kudo është ngritur prej Londrës për të kontrolluar dhe sunduar vendet e ndryshme, por Deep State nuk ka vetëm në Londër, sepse Londra organizon Deep State-in në Shtetet e Bashkuara, në Kanada dhe kudo, që do të thotë është një pakicë e vogël që lufton në mbrapaskenë dhe fshehurazi në për institucionet e shteteve të ndryshme për të kontrolluar demokracinë dhe për ta sfiduar atë dhe për ta mposhtur, dhe që një pakicë e vogël nga City of London të realizojë qëllimet e saj kundrejt Shtokombit, duke i mbajtur të pazhvilluar në konflikte rajonale dhe duke ju kontrolluar qeverit nëpërmjet kontrollit të drejtuesve të partive kryesore politike. Duhet të thënë që samiti COP26 është agjenda e madhe, rivendosjes së madhe që janë shpallur nga Klaus Schwabi me atë think tankun e vet.
Deri në korrik të vitit 1933, Konferenca e Londrës u shpërba e lidhjes së kombeve, kur Franklin Delano Roosevelti u akuzua se u shpërba kur Roosevelti u ankua se pafësia e konferencës për të adresuar çështjet reale të krizës ishte një katastrofë që arrin një tragjedi botërore dhe se fiksimi me stabilitetin afashkurtër ishte, sipas fjalëve të Rooseveltit, ishte fetishizëm i vjetër i të ashtu quajturve bankierë ndërkombëtar. Roosevelti urdhëroi delegacionet amerikane të mos bashkëpunonin me asnjë nga kërkesat e globalistëve për kontroll privat të bankave qendrore, duke u kundërvënë kështu kundër sovranitetin kombëtar dhe duke rezultuar në një shfarosje të agjendave të qeverisë globale. Britanikët pas kësaj mungese të bashkëpunimit nga qeveria amerikane, do të deklaronin në një deklaratë zyrtare se deklarata amerikane mbi stabilizimin e bëri të padobishme vazhdimin e Ligës së Kombeve. Në qoftë se lidhja e kombeve do të kishte pasur sukses, sigurisht që nuk do të kishte një luftë të dytë botërore, por arsyeja pse ndodhi lufta, një nga arsyet pse ndodhi lufta e dytë botërore, ishte pikërisht agjenda e shkaktimit të kaosit dhe pastaj të vendosjes së një paqe sipas rregullave të pakicës, duke u përpjekur të bënin një pis lidhje të kombeve që pas luftës dytë botërore u quajt përsëri Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila nuk ishte gjë tjetër veçse një përpjekje për të mbivendosur kundër shteteve kombëtare ligje ndërkombëtare, të cilat do të prevalonin ndaj ligjeve kombëtare dhe interesave nacionaliste dhe duke shkelur me këmbë të gjitha objektivat e nacionalistëve, luftë e cila në fakt vazhdon edhe sot. Por rezistenca nacionaliste kërcënon rivendosjen e madhe të Rodosit edhe sot. Nga fundi i luftës dytë botërore, Franklin Roosevelt, që kishte luftuar një betejë të madhe kundër financierëve të Wall Streetit, u tentua të eliminojë me një atentat në shkurt të vitit 1932 dhe më pas, pasi ky atentat dështoi, në vitin 1934 ju bë një gru shteti i drejtuar dhe i sponsorizuar nga bankieri i madh John Pierpont Morgan ose JP Morgan, si quhet. Dhe Roosevelti filloi të reflektonte ndaj këtij fraksioni të rrezikshëm tradhtarësh imperial britanik të përqendruar në departamentin e shtetit të SBA-s, ajo që Trumpi e quan Deep State sot, që është e njëjta gjë. Deep State nuk është gjë tjetër veçse një instrument i krijuar nga perandoria britanike nëpërmjet programit Rhodes Scholarship dhe LSE, London School of Economics, ku studiojnë gjithë të majtët të cilët janë thellësisht globalist në partitë e tyre të majta në Shtetet e Bashkuara, konkretisht në Partia Demokratike. Roosevelti i shkroi një letër djalit të tij, Elliot Roosevelt, në vitin 1944, pak kohë para se të vdiste, dhe në këtë letër që ndoshta mund ta keni hasur dhe unë e preferova që t'ja u lexoja një pjesë të saj, sepse gjithmonë ka pëlqyer kjo letër, dhe i thot djalit të vet, Elliot: e dini birë, thot, që shumë burra në departamentin e shtetit janë përpjekur të fshehin mesazhet që ndajnë me njëri tjetrin kundrejt meje, apo t'i vonojnë, apo t'i mbajnë, vetëm sepse disa nga ata diplomat karriere nuk janë dakord me atë që dua unë.
ata duan të punojnë për Winstonin, vetë fjalë për Winston Churchillin, se ishte fundi i luftës dytë botërore. Në fakt shumë herë ata e bëjnë këtë gjë. Arrin ta bëjnë këtë gjë duke punuar për Churchillin. Ndalo të mendosh mirë për ta, birimi, thot. Shumë prej tyre janë të bindur se mënyra se si Amerika duhet të zhvilloj politikën e saj të jashtme është që në fillim të zbulojë se çfarë duan të bëjnë britanikët dhe pastaj ta kopjojnë atë që ata duan. Më thanë 6 vjet më parë për ta pastruar, miqtë mi, më thanë 6 vjet më parë për ta pastruar departamentin e shtetit nga këta, por unë nuk e bëra. Dhe sot Ministria e Jashtme, Departamenti i Shtetit është si ministria, një lloj si Ministria e Jashtme britanike. Presidenti Roosevelt e bëri të ditur qëllimin e tij për ta shpërbërë sistemin kolonial botëror imperialist, se ka ndryshim midis imperializmit dhe kapitalizmit. Imperializmi është shfrytëzimi pa ligj në mënyrë pa kritere i vendeve të varfra nga vendet e pasura dhe duke shfrytëzuar në gjitha drejtimet, qoftë nga burimet, si lëndë të parë, qoftë kraun e punës, qoftë pagesat e doganave, pagesat e tatimeve ku kompanitë ndërkombëtare nuk paguajnë dhe nuk japin tatime dhe askush nuk shkon t'ju afrohet atyre. Flas për kompanitë e fuqishme. Elliot Roosevelt në vitin 1946, një vit mbas vdekjes së babait, apo një vit e pak, shkroi një libër si e pa ai. Dhe ai thot në lidhje me një paralajmërim të teatrit. Kam provuar ta bëj të qartë se ndërsa ne jemi aleat të Britanisë dhe jemi në këtë rrugë drejt fitores në krah të tyre, ata nuk duhet ta kuptojnë kurrë se ne jemi aty për të ndihmuar që t'ju qëndrojmë besnik ideve të tyre arkaike dhe mesjetare. Shpresoj shumë që ata ta kuptojnë se ata nuk janë partnerët tanë të vetëm, se ne nuk do të rrimë duar kryq dhe të shohim sistemin e tyre duke penguar rritjen e çdo vendi në Azi dhe në gjysmën e vendeve në Evropë. I lutem regjis foton me disa personalitete të cilët do t'i përmend pak më poshtë, ku përfshihet Harry Hopkins, Sumner Welles, Wendell Willkie, Franklin Delano Roosevelti, Henry Wallach, që janë në fotoja poshtë në krah të majt, dhe në krah të djathtë poshtë është Harry Dexter White, të cilët do t'ja u përshkruajmë pak më poshtë se çfarë janë. Roosevelt brenda politikës amerikane gjeti në rivalit tij ose kundërshtarit tij ke Partia Republikane kryetarin Wendell Willkie, i cili pranoi që të bëhej një ambasador i Rooseveltit për programin e tij New Deal në botën e pasluftës. Ai udhëtoi në emër të shtetit amerikan në 60 vende dhe shumicën e kolonive të botës nga viti 42 deri në vitin 44 dhe udhëhoqi një turne diplomatik duke në mënyrë të fshehtë duke koordinuar marrëveshjet me udhëheqës të ndryshëm kombëtar që ai i përzgjidhte, të cilët dëshironin pavarësi dhe ndihmë për zhvillim nga Shtetet e Bashkuara dhe që Roosevelti dhe aleatët e tij ishin të përkushtuar që ta afronin. Wendell Willkie shkroi në një libër të tij një botë, One World, të cilën unë e kam përzgjedhur, se është një libër që e kam shumë qejf, dhe ai thotë, në Afrikë, në lindjen e mesme, në të gjithë botën arabe, si dhe në Kinë dhe në lindjen e largët, liria duhet të vijë me rregull, e planifikuar, për të hequr sistemin kolonial. Kur them se për të pasur paqe kjo botë duhet të jetë e lirë, unë vetëm raportoj se sapo ka filluar një proces i madh të cilin askush, sigurisht jo Hitleri, nuk mund ta ndalojnë.
pas shekush pa dje dhe nështrimit të shurdhër, qindra milion njerëz në Evropën lindore dhe Azi kanë filluar të hapin librat. Frika e vjetër ndaj imperializmit ata nuk i frikson më. Ata janë të vendosur siç duhet të jenë se nuk ka më shumë vend për imperializmin globalist brenda shoqërisë së tyre, ashtu si dhe në lidhjen e kombeve. Fatkeqësisht, si Harding, më parë, si presidenti Harding, edhe Willke ishte një tjetër republikan, i thari ideve të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Abraham Lincolnit, dhe ky vdiq në një mënyrë misterioze në vitin 1944. Një nga programet më të shkëlqyera për një botë shtetesh kombëtare sovrane bashkëpunuese që punonin në fakt për të eliminuar luftën, varfërinë, urinë, frikën nga policitë sekrete, u përvjua në një fjalim që mbajti Franklin Delano Roosevelti, mbi ata që ne e njohim sot që janë 4 lirit, që është shkruar në vitin 1941, kur ishte kulmi i luftës së dytë botërore, dhe kjo u përvjua poetikisht nga nënkryetari i atëhershëm Henry Wallach, i cili është në foton poshtë së Stalinit. Është në foton në krah djathtë Stalinit. Dhe ai në vitin 44 në këtë gazetën New York Times do të shkruante Henry Wallach: Fashizmi në periudhën e pas luftës në mënyrë të pashmangshme do të shtyjë vazhdimisht drejt imperializmit anglo-sakson dhe përfundimisht drejt luftës me Rusinë. Së bashku me fashistët amerikanë, tashmë ata po flasin dhe po shkruajnë për këtë konflikt kundër Rusisë dhe përdorin atë si një justifikim për urrejtjet dhe intolerancat e tyre të brendshme ndaj racave, besimeve dhe klasave të saktuara. Dhe fatkeqësisht, kjo është arsyeja pse e përzjodha këtë pjesë të Henry Wallach, i cili e ka parashikuar në mënyrë të shkëlqyer që një ditë bota e drejtuar nga britanikët do të bënte një luftë të tretë botërore dhe nga financierët qifut të City of London do të bënte një luftë të tretë botërore kundër Rusisë. Këtë e ka parashikuar qysh në vitin 1944. Ky vizion u shpreh më pas me shumë elokuencë dhe nga ndihmës sekretari i shtetit Sumner Welles, i cili është ai që është në foton, mos gaboj, me Chiang Kai-shekun në foto e mezit. Ai thot në vitin 1942, kur ishte kulmi i luftës dytë botërore: nëse kjo luftë është në fakt një luftë për shirimin e popujve, ajo duhet sigurojë barazinë sovrane të popujve në të gjithë botën, si dhe në dy Amerikat. Fitoria jonë duhet sjellë edhe shlirimin e të gjithë popujve të tjerë. Diskriminimi midis popujve për shkak të racës, besimit ose ngjyrës së tyre duhet të shkatrohet. Epoka e imperializmit sapo po mbaron. Kurse në veprën tjetër të tij, misioni sovjetik nazi në vitin 44, Henry Wallach parashikoi me një mpresi, do të thoja, rrezikun e luftës së tretë botërore dhe shkatërimin e aleancës SHBA-Rusi-Kin që e udhëhoqi Franklin Delano Roosevelti. Ai thotë Wallach: para se gjaku i djemve tanë të thahet me vështirësi në fushën e betejës, këta armiq të paqes do përpiqen të hedhin themelët për luftën e tretë botërore. Këta njerëz nuk duhet të kenë sukses në sipërmarrjen e tyre monstruoze. Ne duhet ta kompensojmë helmin e tyre duke ndjekur politikat e Rooseveltit në kultivimin e miqësisë me Rusinë, me paqen me ta dhe jo me luftën. Duket se ëndra e Rooseveltit për një botë me paqe dhe me një bashkëpunim të favorshëm duket se u shkatrua nga
globalistët e City of London. Më 12 prill 1945, vetëm 2 javë para konferencës së parë të Kombeve të Bashkuara, që supozohet do ta mbikëqyrte Franklin Delano Roosevelt nga Shtetet e Bashkuara, presidenti Roosevelt vdiq. Ashtu si në rastin e presidentit që sapo ja u thash, Harry Harding, që u elmua me guaska deti, nuk u krye dhe për vdekjen e Rooseveltit asnjë autopsi dhe miti i vdekjes së tij prej aneurizmit të trurit u rikryua përsëri nga e para. Stalini në fakt ishte i bindur që Franklin Delano Roosevelti u vra, sepse një ditë Stalini i tha djalit të tij Eliotit: Churchilli e elmoi baban tënd dhe ata vazhdojnë të përpiqen të më elmojnë edhe mua. Henry Wallach u largua shpejt nga qeveria mbas vdekjes së Rooseveltit dhe ai u zëvendësua si zëvendës president nga kukulla anglofile e Wall Streetit, që më vonë do të bëhej president, dhe ky ishte Harry Truman. Ky kërkoi një mandat të 4 të Partisë Demokratike. Gjithashtu, Sumner Welles u nxor nga detyra për shkak të një skandali seksual, siç mund ta dinë shumë njerëz, që e orkestroi armiku i tij anglofil dhe ky Cordell Hull, i cili do të bëhej sekretar shteti përpara se të mbaronte lufta e dytë botërore. Ndodhi goditja e Sumner Wellesit, i cili ishte një antiglobalist shumë i fortë, siç u shpjegova pak më lart. Aleati më i ngushtë i Franklin Delano Rooseveltit, që kishte qenë Harry Hopkins vdiq më 29 janar 46 dhe anti-imperialisti radikal, që është këtu në fund të fotove në krah djathtë, Harry Dexter White, vdiq në vitin 1948, ndërsa ai po bënte një fushat për kandidaturën e Wallach për president. Pra, mbas luftës së dytë botërore shfaqet përsëri krijimi i kishës politike, ishi fotot regjia të perandorisë britanike të artuar fillimisht nga Cecil Rhodesi, siç ja u kam shpjeguar në emisionin e parë. Dihet që gjatë luftës së dytë botërore u krijua shërbimi sekret britanik, që quhej Zyra e Shërbimeve Strategjike, që kishte akronimin në anglisht OSS. Këtu filloi një spastrim i gjerë i të gjithë oficerëve, të cilët ishin të linjës së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara ose të ndjekjes së politikave nacionaliste të Shtetet e Bashkuara dhe jo nënshtrimit të saj ndaj globalistëve të City of London. Dhe u morën masa të shpejta duke vendosur agjentët e tyre, kryesor që ka qenë John Foster Dulles dhe Allen Foster Dulles, 2 vëllezrit, të cilët në vitin 1947 krijuan institucionin e famshëm të sotëm që të gjithë e dimë se çfarë është, CIA ose CIA në shqip, duke krijuar organin inteligjent të jashtëm të Shteteve të Bashkuara, të ngjashëm me MI6-in britanik. Qeveria amerikane, u morë me shpejtësi në dorë nga globalistët e Londrës nëpërmjet tradhtarëve, siç i quante presidenti Roosevelti në letrën që i dërgonte djalit të tij, të cilën sapo ja u përmenda, ku këtu e kam fjalën për Harry Truman. Britania ndavi Churchilli ndavi Evropën në 2 pjesë, në lindje dhe në perëndim të asaj që quhej Iron Curtains, domethënë perdja e hekurt, dhe këtë ndarje dhe fillimin e një lufte të ftohtë midis lindjes dhe perëndimit
ja transmetoj si doktrinë për ta spatuar dhe jo për ta pranuar kukullës së tyre Truman. Churchill mbajti një fjalim në Fulton, Missouri, dhe ky fjalim ishte sipas objektivave të Cecil Rhodes dhe shkollës së tij Rhodes Scholarship të Oxfordit, dhe e futi nëpërmjet asaj që u quajt më pas doktrina Truman, ushtrinë amerikane duke bërë një ushtri ideologjike në ombrellën e perandorisë britanike, dhe sigurisht që kjo u realizua pasi u nënshkrua Pakti i marrëdhënieve të posaçme anglo-amerikane. Të lutem regjia një foto të Harry Trumanit me me kryeministrin Churchill, britanik Churchill, i cili ishte një njeri që luante fjet e politikave globaliste të City of Londres dhe është duke dekoruar kukullën e tij amerikane antinacionaliste, presidentin Truman. U krijuan gjithashtu, siç e dini, institucionet financiare të Bretton Woodsit dhe spikatin krijimi i Bankës Botërore dhe i FMN-s, që u shndruan në instrumente për rikolonializimin me fajde të vendeve të botës, në vend që të krijoheshin generator të kreditit produktiv, jo me kamat, afatgjat, sipas një marrëveshje të re ndërkombëtare për të zhvilluar të gjitha vendet në mënyrë harmonike. Dihet se gjatë gjithë luftës së ftohtë, Kombet e Bashkuara u bën gjithnjë më shumë një mjet i perandorisë britanike për të bllokuar aspiratat e zhvillimeve kombëtare të 193 kombeve anëtare, të cilat ishin të detyruara të mbështesnin kartën e saj që kishte në thelb globalizmin dhe nënshtrimin e tyre, dhe jo mbrojtjen e shtetit kombëtar sovran. Rrjetet e lidhura me Wall Streetin dhe CFR-n, që ja u shpjegova në emisionin e parë, që është Council on Foreign Relations, ose ajo që quhet Chatham House, dega amerikane, që është institucioni ku projektohen politikat kolonialiste, globaliste të duetit anglo-amerikan, dhe këto rrjete morën pushtetin dhe punuan shumë gjatë kohës së presidentit Truman dhe siguruan që në Kombet e Bashkuara të futeshin, siç mund t'i quaj, kuaj trojan, siç ka qenë një nen 52 që lejonte formimin përveç Kombeve të Bashkuara dhe të organizatave të ndryshme rajonale. Ju e keni dëgjuar Kontin Kalergji, i cili është një racist dhe një eugenist anti-racës së bardhë, i cili kishte përzierje të gjakut hungares me nënën e vet japoneze, dhe që ka qenë njëri nga autorët të cilët kanë shkruar për nevojën e miksimit ose përzierjes së racave evropiane, ku racat e bardha do synoheshin të binin në përqindje në raport me racat e tjera, të cilat do të vinin sipas politikave speciale të globalistëve për të shkatruar unitetin kulturor dhe racial të këtyre vendeve evropiane. Ata tashmë e kanë realizuar në Shtetet e Bashkuara, ku të bardhët janë nën 50%, e kanë realizuar dhe në vendet të tjera, duke u përpjekur që ta realizojnë, si në Angli, Gjermani, Francë, por kanë asur rezistencë në vende të tjera të lindjes, siç është Hungaria, Polonia, Çekia, Rusia, sigurisht.
Kalergi ose konti Richard Coudenhove ka shkruar një libër, Një ide pushton botën, dhe ai thotë që vetëm falvdekjes prej fatit Franklin Delano Rooseveltit u bëj mundur që Neni 52 të kalonte gjatë konferencës San Franciscos më 28 prill 45 dhe nëpërmjet t'i kalit të Trojës, pra këtij Neni, u bën të mundura abuzimet të ndryshme kundër njerëzimit me pëlqimin e OKB-s, siç është formimi i Bashkimit Evropian dhe i Organizatës së Atlantikut Verior, NATO-s. Këto organizata rajonale do të bëheshin pjell e ferit të luftës së ftohtë, ku nazistët dhe fashistët italianë nuk ndodheshin më në këto vende, por u përthitën nga City of London dhe Shtetet e Bashkuara ose nga Aleanca Anglo-Amerikane. Inteligjenca anglo-amerikane pas luftës së dytë botërore krijoi ose sajoi një luftë të re kundër komunizmit të pafes, siç e quante doktrina Truman. Për këto do të flasim në një emision të radhës dhe sot mendojmë ta mbyllim këtu. Arsyeja pse quhet rubrika Okult Konspiracion është fakti që ju duhet ta kuptoni vetë kush është konspiracioni këtu. Jemi ne apo janë ata? Në qoftë se janë ata, ne jemi e kundërta e konspiracionit. Ne zbulojmë konspiracionet dhe hapim mendjen e njerëzve, sepse duke u zhvilluar kultura politike se çfarë ndodh në botë, të rinjtë të shqiptarë që toradorës mund të dëgjojnë këto emisione, bëhen të ndërgjegjshëm dhe kuptojnë se si luhet loja e shahut dhe çfarë synojnë, dhe ata sigurisht duhet të jenë të ndërgjegjshëm për të ruajtur unitetin e kombit shqiptar, për të mos lejuar globalistë si Rama, por dhe Berisha më përpara, që të përziejnë dhe na katosin kombin ton dhe të shfarosin unitetin e racës dhe të kulturës ton, të cilën ne kemi trashëgim me shekuj dhe me mijëra vjeçar nga të parët tanë, të cilët i kanë mbrojtur këto toka me qak dhe me shumë luftë. Prandaj këto mendoj që janë emisione të rëndësishme që tregojnë qëllimet e një grushti globalistësh kundër interesave kombëtare të popujve të ndryshëm ku bën pjesë dhe populli ynë. Para se ta mbyll emisionin, ju kujtoj dhe njerë mos harroni një klik aty ku thot subscribe, se nuk harxhoni asnjë gjë, vetëm tregoni që keni një energji pozitive dhe dini se çfarë të zgjidhni dhe kujt i takoni. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.